Janë drama familjare që ndodhin, kështu është kur flemi muzajn. Lisa, tani, më në fund një ditë pa burrin, por ama jo pa burr. O kuptuam? Pa burrin, pa bashkëshortin, por jo pa burr. E depsësk. Po tani. E si jeni ju gratë moderne, një ditë i këm burri dhe shikoni që ndodh. Po gruaja forse madhe, nuk ka thënë kote. Juli, femrat janë krijesa të brishta, duhen trajtuar me delikatesë dhe përkujdesje. Shpirt, po bjeri derës së tjetër se mund t'jetë burri. Bje derës? Ti bjesh. Po në di që s'është burri këtë qërë. O zemër. Po si e njërë? Shumë mirë. Mos më prek sot se jam kështu si... Ullu, shpejt se... Te kam si një tuf me lule që është me mikrodermoabrazonin e fytyrës. Më Juli, unë si kur ushqen dhe parë dhe ti tani... Ti këshin në vënd të vari gjyshes, ti sola ty urda me lu. Juli, baroj punë shpejt se po na vjen burri e kush i shpjegon, nuk është ashtu si kujton ti. Qysh kjo punë kështu? Po du t'na vije, na shu. Mirë, te erdhi. Burri! Genti, ti e di cila është zurata më e mirë që mund t'i bësh një femre. Po fshiu! Po ku qërë të shpa? Ja! Po të në mëj! Ja se sa t'ashtu! Po fshiu! O, shpirt! O, sa e mirë që në ke bërë, zemër. O, Genti, shpejt. Zemër. Zemër. Shpirt. Ta mbyllim derën se po na shoje. Mbylle. Si e? Mirë. Mirë? Shumë mirë. Ku është ai? Ka iku punë qëllësira. Hajde këtu tani. O, Genti, sa i mirë. Lisa. O, i dashuri perfekt. Qa do bëja unë pa ty? Qam ke sjell? Të kam sjellur gjë, të kam sjellur një gjë. E hapim pastaj. Se vjen burri, o Genti. Ku vjen burri me? Vjen, hajde mbaroj burri shpejt. Vjen burri. Ta shish një sekond? Po nuk e di kur mund të vi, pa mund të vi, po. Po një më t'kishin vune i skedin e gjotë ishin bogati, që shkova O Genti, o sa i mirë e bërë. Lisa. Je shumë i mirë. Faleminderit. Çam ke sjell? Genti. Ky është burri. Ku kam burrën me? Qa burrën? Burru, Genti. Fshiu diku t'lutem. Po fshiu diku t'lutem. Kemi, po fshihem. Genti. Shkemi, si e? Mirë, si e? Po ju kushtë, i që? Për piknik. Blin, ti di si të sillesh me femra. Një orë thash se isha me burrin shpirt. Mirë se erdhe. Qam ke sjell? Se që jam babagjysh i vitit 30, se dhurat aty? Po mi një gjë, sa për romanticitet, sa për... Romanticitet po mi me ja, po fikim dritat edhe bëhet romantike, pse? Mirë, hajde tani barojmë për shpejt se mund të vi burri. Burri ma Hajde, ullot. T'lutem, Erblin. I vëtë t'lutem, ik diku. Nuk e ti ik. Genti, zonë, Juli. Ju deda, aktor! 3 shokët e Remarkut. Qëti! O, burri imi dashur. O, jeta ime. Eki, je njeri i thellë dhe shpirtëror. Mirë se erdhe dashuria jetës time. Sa e dashka burrin kjo! Mi mbajma kështë. Po. E vërteta është se sot erdha më herët nga ditë të tjera. Po të shpate. Kisha nevojë të konsumuoja një gotë verë të kuqe me ty. Dhe të lexojmë diçka nga Nije të Zëxheja. Nga kush? Nije të Zëxheja. Nga Nietzsche ato e thoje. Nga kuptovë. Jemi të në tjetër me ti. Unë qam kujtovë këtë me leximin e mendjes se këna bënde dhe gjyshja ime. Gjithmonë lexon të mendjen. O, mazam nga marrë malli për gjyshe. Lisa, gjej një mënyrë për të nxjerrë djem nga shtëpia. Qetso, Dgjoj, di se është puna? Unë kam lundruar në internet dhe kam përfituar një aftësi magjike që ti mund të lidhe me botën e përtejme. Po. Njoh, kaca, me gjatë është pak punë me spec, sepse mund t'a lejoj dhe mund mos e lejoj i rojtari shpirtra dhe... Kështu që, e ki ullu aty në mes? Ullu aty?
Dhe unë tani do të lidh ty me rojtarin e shpirtrave. Unë do gjyshen. Gjyshen, me gjyshen do flasësh. Ja tyri? Hajde këtu tani. Hajde kjo gjysha? Egi. Atëherë më ndihmo këtu. Po, qatë më. Okej. Një. Kush di shumë? Rojtari shpirtrave, kush do që t'jesh dhe ku do që t'jesh. Juli, kjo është mundësia e vetme për ty që të dalësh prej andej. Gjyshe ka emrin Kazane. Nxirë gjyshe legendën, kazanen, që të takoj një. Kush është ky? Kush është ky? Është gjyshe e Kush gjyshe është ky? Gjyshe? Jam gjyshe Kazania! A zgjetër e futboliste? As po mjef more delësës? Lule që mi sollët e vorri? Gjyshe! O gjyshe! Hap maderen! Egi, diqo, duhet Hap maderen! Gjyshe, qetëso, shiko, shpirtrat e vdekur, kur vinë, gjenë një trup tjetër, e dhe vinë këtu, po kjo është gjyshe si je, më vjen keq se kam Gjyshe? Më përta përqafoj që të bajerë. Të unë, hajde t'ju përqafoj të dyve. Qajere ma këtë qyshe. Hajde përqafoj gjyshe edhe ty, hajde. E dua shumë nipin tuaj, gjyshe. Faleminderit gjyshe për gjithë shka ke bërë për ne. A, ki që gjyshe? Faleminderit gjyshe. O gjyshe, do më lexosh pak mendjen të lutem si atëherë. Ti po mendon për luginën e ujqërve. Kjo është gjyshe ime! Gjyshe shtyp njëshin nga shënsori. Po tani mos ke në një familjar tjetër që ke dëshirë takosh? E di këtë duhet takoj tani unë? A ke mundësit më... Do më të më regullosh ti mu? Po sigurisht. Gjyshin. Pa tjetër që mu ta regulloj dhe gjyshin. Se ka emrin gjyshin? Kafaz. Gjyshi gjithmonë në vëndë dhurata mu. A, gjumë si ti. O, lojtari madhi shpirtrave, të lutem thirrë gjysh Kafazin këtu, që ti bëj dhurata Geti, baloja dhe të shpëtosh nga situata. Që ti bëj dhurat burrit tim të dashur që atë shumë e dua. Gjysh Kafazi! Ky që ka si Kennedy. Gjysh, Qa gjyshi e shkima? gjysh, Nipqe! gjysh. Hadi gjyshi. Hadi gjyshi. Hadi gjyshi. Nuk kum ha. Hadi gjyshi. Dhurat për mua? Gjithon. Dhurat për mua? Doshta nuk është ama për ty, se ky është një trup tjetër dhe doshta mund mos jetë në një dhuratë ama për ty, po çka që do në fundit? Zemër, mund t'i vendosësh në kokë këto, nuk e di, diku. Ki që gjyshi. Janë nga ato që vishën si për pantallonave, si Spider-Mani dhe si Supermani. O gjysho, e para që kanë XX layers, s'po m'besohet. E dyta, water resistant to? Jo. Okej. Ua, po kjo është parfum femrash e gjysh. Nga e thje që gjyshi. Kanë dalë moto sot, metroseksualet. Edhe parfum femrash. Më gjyshi, më së kështë marë madhi për ti. Hajde të puthi që këtë utën. Më gjyshi, o së kështë marë madhi. Okej. Gjysh ishte një kënaqësi, mund të shkosh. Dhe i gjysho? Mund të shkosh. Miro pafshim gjysh. Miro po gjysh s'ka, nuk është nevoja gjysh. Sa i nëzitëm. Në orën 7 të Pallati Kulturës. Mirë. Sa gjysh se më Tani, këtë do takosh tjetër në një njeri tjetër? Këtë do takosh njeri tjetër? Jo, me thënë drejtën u shmalla unë tani. Po ti këtë do ja kërkosh?
Po, deri tani po unë nuk knaqem me njerëzit e mi, më kupton? Po ti Blin, gje vetë zgjidhjen. Një njeri duhet ta kesh. Po gjyshin që desha dhe gjyshin ti ma mundsove këtë, domethënë. Po kë kush është ky? Ku vjeni më? Kush ka një? Jam rojtari i shpirtrave. Keni në i shpirtre që doni me thirë se kam i qik punave, më duhet me ik. Jashtë. Keni gjohë? Jo. Okej. Hajde dalim.